Pse je që ka shumë i sinqert? Do të me vetë nonën o babën për ta. Se ata unë kanë eduku qështu, ata ma kanë jopë bravo, halal i kopë. Atë shpengon emri nusës me pashtë keqë, për më shumë që kam i radio, ka emri me leshe. Ajo thjerë, do të më nëshme shpirt që shdush, më nëshme... Jo, të më nëshme thjerë shpirt, të më nëshme thjerë shpirt, zamët. Që të trita, bravo. Ju jene? Besniko. Besnik? Po. Qështë jetu ka një besnik? Shumë, I ka i tje besnik? Mi katunit drenasit, Kishnarek. Do me thonë je drenasit. Po. Besnik, jeton drenas? Kom Kishnarek e taj. Do me thonë si jeton jashtë Kosovës? Jo po, Cëllin vend? në Zvicër. Se ta diktova jakë. Po në Kosovë e kumble. Ja, kanë ranë lidhje? Në Kosovë e kumble. Nga, besnik, qka pret për vitin e riti? Inshallah mu bo ma mirë. Mirë është, po qka pret? Qka? Je i martum besnik? Jo. Halo si i martum. E ke gjithë nusën? Jo, hale jo. Qish ka mu kanë një femën për ty? Qish do mu kanë një femën për ty? So vjeqar je besnik? 35, dje i kom bon. Shumurime për ty! Një femën për unë, normal, veç me kanë i sinqert. Mos me rajt. Mos me përzim punë të bura. A e kishe marrë një femën më të thonë natën dikt në na joten saba? Si thët natën dikt, veç heke jargonë në qelja derën edhe ditën e mirës, isha një po. E më thonë ditën dikt? Një qelja derën edhe letet. Dese pas ka dikt në na joten, Ja, ashtu, nuk më një ty të kondërten, po që thamë s'kam punë me ty edhe ditën e mirës. Pse je që ka shumë i sinqert? Do të me vetë nonën o babën për ta. Se ata unë kanë eduku qështu, ata ma kanë jopë për bravo, halal i kopë, për prindit që ta kam dhënë edukatën. A e merë një nuse me traditat Kosovës? Po. Seriosisht? Po. Qysh du të më ka një femën për ty? Ideale, femë në andra tua, e donë me flok dredhat, bardhat, zeza, e shkurte, gate, trashe, hold, e ma vete e shiltë, për farë femë në do të më kanë për ty. Hajde, ka të se i kanë dhe qikat miradia, s'po dojnë mja gjithë një vend, po s'po di ku mja gjithë. Nuk e di ku miradia, nuk e gjohë. Unë e një miradia. Mirë shumë, për jo, ala. Atë shpengon emri nusës me pashtë keqë, për më shumë që ka miradia, ka emri me leshe. Ajo thjerë, do të më nëshme shpirt që shdush, më nëshme... Jo, të më nëshme thjerë shpirt, zamët. Që të trita, bravo. Ngam, qka kime hangër për vitrize? Ketë po pysin, qëfar bakshishe kini quna vërdar, s'ma u bo heta, jo. Om bjo që kini me hangër. Pytja, ma palidhje që e kom bo dhe i sot. Qa kime hangër për të nëri, do të vetë valoj nonën si shka na pregatit. Do të thosë ti s'kime pregatit? Jo, më pregatit nonën si ko marë për peja tjeshtë nonën. Po, a nganë diçka, ngam. Jeton me vllazni, me prindë, me fami komplet, ngam. A më premton diçka? Po. Që natën e vitit 3, ti kimi aqu mami tanë darkën e gatshme, edhe mi thonë sot e ki prej meje, mos u lëdhë se më ka thonë kushtrimin qesh. Jo, se aja e banë gjdo gjo, për që na me hongër mirë. Po, mirë e banë, amo, vish mi Po thonë... shimen e jashtit nuk e preferojnë. Oke, ani pro kështu, mi thonë nonës ti pregadite, unë e kam e shtru të avëllinë edhe kam e hirë. Ato e baj gjithmonë, s'ka nevoj vitin e ri. Seriosisht? Po, ato e baj gjithmonë, s'ka nevoj për vitin e ri. A kimi aqu nonës një dhurat për vitri edhe që da është dhurata? Qika, do një më martu se ka të një gose? Jo. Nuk ka nevoj veç, nuk ka në vit me arë vit e ri për mi bo nonës dhurat. Nuk ka ditë speciale për mi bo dhurat. Që si djali, kur të bën nana, të gnaqët zemra edhe me takun shesh. Po ta thamë shumë seriosisht. Fanderit shumë për sinceritetin. Bravo, trujt zoti e kalosh që shumë mas mirti. Inshallah më rëzot e gjani nuse që të knaqë ty edhe nanën ta. Amen, inshallah tanëve. E jo të dashër me që rëni me neve, sepse gjonat e miraj se dhe veç nga Kosova Info ju informon për çdo gjë.